Edhe Islami si fe ka sjell rregulla, dispozita, të cilët e rregullojnë raportin ndërnjerëzor me qëllim që të mbizotron, domethënë mirëqenia, që njerëzit të jetojnë një jetë të mirë, të këndshme, në hijen e besimit në Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Islami nuk është fe klasike. Fet klasike, thojza, e kemi për qëllim ato fe që vetëm flasin për çështjet e adhurimit apo raporti i njeriu ndaj Zotit të tij, që e ka zgjedhur ai për Zot. Islami është fe e cila e ka atë kuptimin më të gjerë. Mendimtari i njohur Ali Izzet Begović thoshte se ka domethënë Islami dallon prej feve tjera, sepse është një sistem i jetës, është një metodologji e cila hyn në çdo aspekt dhe në çdo sferë të jetës njerëzore, qoftë ajo shoqërore, qoftë ajo ekonomike, financiare, domethënë politike, i rregullon raportet në hijen e asaj që njeriu është mëkëmbësi i Zotit në tokë. Njeriu është mëkëmbësi i Zotit në tokë, edhe ai duhet me zbatu atë që Allahu e kërkon prej te.